Administrata e Bashkisë së Vlorës ka prezantuar projektet si dhe punën konkrete që do të bëjnë ndërmarrjet me fondet e buxhetit për vitin 2026. Nën kryetaria e Bashkisë së Vlorës, Irena Toshkallari, u ndal tek Fondi Social dhe 20 apartamentet që do të marrë institucioni vendor tek pallatet e përfunduara, për ta bërë më pas shpërndarjen e tyre në Këshillin Bashkiak. 20 apartamente propozuara nga Tipanesave për të nështruar procesin e shpërndarjes, të vjen nga Bashkia Vlorë nëpërmjet këtij fondi dhe vjen asetet të bashkisë 20 apartamente tek pallatet e përfunduara. Kjo si mas u mendua dhe u gjykua si e përshtatshme, se është një prej opsioneve dhe shumë i shpejtë. Jo, pra 3%, po, Fondi Social për Banesa do të shfrytëzohet për të blerë 20 apartamente tek enti kombëtar i Banesave. Po pastaj si do veprohet kur të vini? Shpërndarjen e tyre do të bëhet nëpërmjet procedurave në Këshill Bashkiak, sepse kalojnë gjithë temrat që punohen edhe Fondi Social. Po pse mos ta bëj enti? Pse do e bëni ju këtë veprim? Procesisht ligjor Bashkia Vlorë. Jo më i përgjigj, shumë gjëra janë ligjore mos e këtu është problemi, këtu abuzohet në emër të ligjit. Në momentin dakord, ma unë e di procedurat janë gjitha të sakta dhe asgjë nuk është e saktë. Tani pse duhet ta bëni ju këtë veprim, le ta bëj enti siç po e bën. Drejtoria e Shërbimeve ka sqaruar se apartamentet që do të marrë bashkia do të vendosen në dispozicion të qytetarëve, përfshi edhe ato familje të cilave aktualisht po u rikonstruktohen shtëpitë. Banesa, që jemi në rikonstruksion. Tani, ata njerëz që po i rikonstruktojnë Banesa duan një vend ku të strehojnë postishtë të të marrë Banesa. Dhe ne tani nuk kemi ku i strehojnë, por i bëjmë luftë me ata dhe në familjarë. Ndërkohë që po të kemi këto apartamente, sepse këto janë programe të strehimit të cilat vijojnë, i strehojnë në ato apartamente derisa të marrë Banesa dhe transferojnë Banesa të tyre. Drejtoresha e ndërmarrjes së pastrim gjelbërimit, Anjeza Shiko, tha se në buxhetin e bashkisë për vitin 2026 është parashikuar një fond i veçantë për gjelbërimin në rulishtet e qytetit të Vlorës. Tanisës, në buxhetin e vitit 2026 është planifikuar dhe një fond për gjelbërimin që kemi aktual për lulishte, për të shtuar fondin e luleve, sepse themi që kemi lulishte, po në fakt mungojnë lulet dhe ngjyrat në qytet. Kështu që lulishtet aktuale që kemi të gjitha do punojnë me një grafik dhe do mbillen me lule. Par këtë vit, që në fakt kemi të iniciuar nga një biznes që lulet i ka dhurat, pra nuk është në fondin e buxhetit të gjelbërimit, as në 2025-ën, po as në 2026-ën, ajo është fond tjetër që është planifikuar, që ne kemi nisur me mbjelljen e disa luleve të xhamia dhe po bëjmë projektin tek Rapi, që aty është punuar këto 2 ditë dhe nesër mendojmë që do fillojmë me mbjelljen e luleve dhe si te Rapi do bëhen pjesa më e madhe e qytetit që të mbushen me lule. Drejtoria Urbanistikës njohu këshilltarët me një studim për transportin publik të qytetit, si dhe me projektin për terminalin e ri, që parashikohet të ndërtohet në një zonë strategjike, që të aksesohet edhe nga transporti publik. Do të jemi të sigurt për vendodhjen për ta pozicionojmë këtë terminal. Ka qenë të stacionit të vendit, stacioni i vendit do bëjë një lloj investimi tjetër, do bëhet funksional dhe është projekti po e bën ashtu. Kështu që jemi detyruar të gjejmë një vend tjetër. Një vend që të jetë edhe pak strategjike të ketë edhe transport publik që të aksesohet pjesa e autobusave dhe